Gjinta? Pritje jashtëzakonshme, unë po besoj që edhe Kosova si kur kishte marrë pjesë në kampionat botror dhe të kishte zhvillu ndeshjen që kanë zhvillu këta paraqitjet e tyre në këtë kampionat, sigurisht që krejt Kosova e gjitha trojët shqiptarë ishin mbledh edhe i kishim pritë djelmosha tonë, pasi që kanë tregu një lojë të jashtëzakonshme, besa edhe për Argentinën ishte goxha arre fort, që askush nuk e priste, sepse edhe ne vetë në këtë studio kemi thonë që gjunajt zotit kanë me blu. Tu e marë parasysh sigurisht statistikat, lojtarët e gjithë shka tjetër, përvoja besa edhe Argentinës me super lojtarës që ka brenda për brenda, por gjithë se kepi gjelë për të FIFA realisht në mundësoj që ta shohim një ekip të tillë ose disa ekipe të tilla e këta askush tjetër më mirë se kampionati botror nuk ta shfaq. Kështu që po besoj që edhe ata lojtarë do të kenë edhe ftesa apo edhe nga ekipe më të mëdha. Një të ardhme të ndritur, pasi që të gjithë e kanë bërë kontributin e tyre e kanë dhënë maksimalisht në fushë. Viktora, ishte edhe për ty befasia më e bukur e kampionatit deri tani Unë personalisht me ta kom qenë. Se më kam pëlqyer jashtëzakonisht shumë. Ekipi gjelbër. Seriozisht po. Po bre, ti e bu për ekipin e gjelbër. Po ekipi vogël, po me shumë shpirt. Po me shpirt. Luftarak deri në palc. Na ka që mollën neve, mollën e kosovarëve. Po para mendoje të kishim lujt na ashtu, dhe në çfarë ndjenje. Për që ta me dalë mi prit aty edhe... Jo, unë për Argentinën, normal, edhe... Jo, po si befasia. Nuk ju doli edhe juve që e keni, se jo me në vlerësu, por realisht, e keni mendu që keni me kalu shumë alet, apo? Shumë let, po normal, se ekipe e gjelbër, kundër Argentinës, a vedin, kështu. Edhe kundër Spanjës, edhe kundër Uruguayt,